qarku Durrësit është një qark që është diktuar gjithmonë nga krimi i organizuar. Kjo është e vërteta. Për këtë nuk kemi pse të marrim shumë filozofi të gjata, po kemi të bëjmë një analizë 2021-shit ku gjysma e qarkut Durrësit ra në burg. Dhe gjysma e asaj që quhet listë e Partisë Socialiste sot e kësaj dite i kemi në burg. Edhe kësaj radhe, sigurisht që listën e qarkut Durrësit e ka bërë krimi i organizuar, ose më saktë Edi Rama ka përdorur një taktik të re, duke vendosur aty emra të cilët deri para pak kohësh drejtonin drejtori kadastrash a Luizni apo drejtori të tjera, cilët nuk i thon asgjë publikut shqiptar, kanë bërë asnjë kauzë në jetën e tyre, nuk janë persona publik dhe nuk justifikojnë 20.000 votat që kanë marrë. Paktën 2 kandidatë në qarkun e Durrësit kanë qenë tillë. Po ti ke edhe në Elbasan, ke edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, cilët janë përdorur emra kokaturgu për mendimin tim, sepse do ju dalë Tymi dhe Flaka siç po ju del tani. Ajo që më shqetëson mua në këtë rast për Spakun, unë jam një nga ato njerëz që kanë marrë qendrimet e mia për Spakun, e kam duartrokit kur ka bërë punë të mira dhe e kam sulmuar kur ka bërë punë të këqija për mendimin tim, se ka shumë. Edhe brenda strukturës Spakut ke njerëz që janë të korruptuar. I ke njerëz që janë bashkëpunëtor me krimin organizuar dhe do dalin shumë shpejt emrat, pa diskutim. Pra nuk janë të rënë nga qielli, vetëm Zoti bën drejtësi hyjnore. Këta të tjerët janë njerëz që kanë drejtësiat e veta, pa diskutim. Tani, si ka mundësi kjo strukturë nuk e goditi këtë lloj grupi përpara zgjedhjeve, sepse ne kemi informacion që këtu për këta ka pasur hetim që para muajit janar, apo i përdori që të fitonte Edi Rama zgjedhjet dhe tani këto vota që i kapitalizoi Partia Socialiste për të prodhuar disa mandate nuk ka rëndësi 73 apo 83. Për të fituar zgjedhjet në këtë rast, a janë përcaktuar këto deputet apo jo? Për mendimin tim nuk janë, sepse ai ka fituar shumë mandate. Ti jam realist, vi them mendimet e mia. Por nga ana tjetër është e pandershme se si ti e le pushtetin ta fitojë Edi Rama dhe pastaj do të pastrosh politikën me mjete të drejtësisë në këtë rast, duke heqë 2 apo 3 emra nga lista dhe duke zbatuar radhën që ka Partia Socialiste në këtë rast me deputetet që kanë marrë më pak vota.